Drilime e kam një pyetje shumë të shkurtë. Këto ditë kena po shumë në fushat, a beson që kemi qarë rrethimin me 28 dhjetor? Me votun 122-shin, vota ka pesh e bandallimin. Vota në 122 të regon karakter, të jep shpresë, edhe të regon një Kosovë ndryshe. Një Kosovë e cila bashkohet për vetëm një objektive motiv, për të qarë rrethimin. Aja votë ka pesh të madhe. Dhe sot, e këto ditë po bashkohet pikërisht aja votë, që e pesh, e që s'është numër, që e bën ndryshimin. Aja votë e cila, ato karakteret e cila kanë qarë shumë rrethime. E ju e dini, unë gjithmonë kam qarë rrethime bashkë me këta burra e gra, që janë këtu sot në salë, janë e kënë Kosovës do ta qajmë rrethimin. Kosova më shumë se kur ka nevojë për njerëz me karakter, me qëndrueshmëri, me njerëz që mojnë fjalën, me vendosmëri. Kosova më shumë se kur ka nevojë për njerëz sinqert, të hapur, me njerëz që kanë vepra. E besoj, Kosova ka plot sot njerëz. Aja që më ka bërë më shumë të është pikërisht rinia Kosovës. Vajza djemë të reja, të gatshëm, me plot entuziazëm, që e dojnë vendin e vetë, të rëshëkimin e vetë historike, që janë gatshëm me loni gjurmë. Në mos harroni, në këtë zgjedhje, gjurma më e madhe, ndryshimi më i madh, dhe ajo që mund me fol Kosova dhe bota është nëse vota drejtohet në numrin 122.